Në një kohë kur zanatet tradicionale po zbehen nga viti në vit, në Këlcyr vazhdon të dëgjohet tingulli një mulliri që prej brezash ka mbajtur gjallë një histori familjare. Moreno Allamani, 33 vjeç, me profesion në arsim, gjen çdo ditë kohë për t'ju përkushtuar mullirit të trashëguar nga të parët. Për të, puna në mulli nuk është thjesht një angazhim i përditshëm, por një pasion dhe një përgjegjësi për të ruajtur një traditë që është përcjell nga babai, gjyshi dhe stërgjyshi. Unë e kam filluar punën te mulliri, domethënë që në klasë të 5, kur babai na mundonte të na ingranonte këtu, të na mësonte se si fillon bluajtja, larja e grurit, të gjitha proceset për të dalë buka që veten në sofrat e njerëzve. E kam me pasion sepse ne kemi trashëgimi që na stërgjyshi, na gjyshi, edhe mullirin mban emrin e gjyshit tim Ramet Ket, mulliri Abdullah Allamani Këlcyr. Këtu punojmë 2 vëllezër, domethënë babi dhe xhaxhai dhe unë dhe i tim vëlla. Unë jam me profesion jam mësues, përveç domethënë gjatë kohës që jam në arsim, mbas ditëve dhe i ndihmoj, kam bërë çdo kohë. Tani në Behar domethënë është fushata e korjeve dhe jam këtu. I ndihmoj, plus që tani unë jam një moshë e di përmendësh punën dhe kështu që është kënaqësi, është shumë kënaqësi e madhe, domethënë të ecësh në rrugën dhe në hapat e gjyshit të babait e nesër fëmia im. Ne kemi trashëgimi, fisi jonë ka pas që në kohën e Zotit dhe më përpara. Këtë pjesën e mullirit, e fabrikës, që në mulliri me ujë, që me mulliri me gur, me elektricitet në kohën e demokracisë dhe deri tani në fabrikë normale e kushteve europiane. Kur ishim fëmijë duke snalë të luaj, na mërziti ande këtej, po me kalimin e kohës e pam që kjo punë të jep fryte, tek e punë të lëmë profesion, kemi dhe mullirin me gur, kjo ka qenë që na janë duart e gjyshit dhe nuk e kemi hequr dhe e punojmë akoma për nisër të bardhë që kujton njerëzit të kohën e shkuar, domethënë se ka një lloj kënaqësie dhe ajo, plus pastaj për pjesën e lektorisë. Për Morenon, puna është nder, ndërsa çdo zanat meriton respekt. Ai u bën thirrje të rinjve të vlerësojnë profesionet tradicionale dhe të mos heqin dorë nga trashëgimia që kanë lënë brezat para tyre. Në një lloj forme, e një lloj detyrimi në thonjza, sepse po punove është e pamundur të jetosh, nuk të sjell dikush. Por puna për të gjithë dhe për prindërit tanë dhe për ata që do vinë, duhet të jenë nder, se me puna rrjedh çdo gjë. Unë nuk do të lëviz në vendin, edhe në vendin, edhe në Këlcyra. Do thashë ti qyteti mos të jep tëra mundësit, po të punosh të jep tëra mundësit. Tani ndoshta për një pjesë që mbaroi një shkollë inxhiniere kështu, ndoshta s'u jep të tëra, po për pjesën që kanë profesion, zanate, i jep mundësi. Dhe po do të punosh, i jep mundësi. Ndoshta sot me sa shoh ka ardhur koha e punëve në thonjza të rëndomta, po vjen koha që po vlerësohen. Edhe pse ka zgjedhur arsimin si profesion, Moreno nuk e imagjinon jetën larg mullirit. Për të, tingujt e tij nuk janë vetëm zhurmë e punës, por jehona e një historie familjare që vazhdon të jetojë dhe të përcillet brez pas brezi.